Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Genaneli për ju që jeni për herë të parë këtu. Sot do të flasim pikërisht në lidhje me energjinë. Më ka ndodhur që të paktën ditët e fundit, që mbas datës 8 gusht, më duhet ta pranoj, që mbas datës 8 gusht kam ndier një lloj rritje të energjisë, frekuencës time të jashtëzakonshme. Në datë 8 gusht, në fakt gjatë gjithë javës unë as nuk kam manifestuar, as nuk jam ulur që të shkruaj, as nuk i kam bërë. E dini ato teknika që ju tregova ju në videot shorts ose në videot e gjata, asnjërin prej tyre nuk e kam bërë. Asnjërin, sepse vërtet më duke sikur më thjesht nuk kisha kohë. Edhe jo se nuk besoja, por thjesht nuk kisha kohë të merresha me asnjërin prej tyre. Dhe ndoshta as nuk e gjeta kohën, sepse gjithmonë është kjo, nëse ti thua vetes nuk kam kohë, nuk e për ta gjetur kohën. Por më ndodhi diçka. Në datë 8 gusht, unë dola në mëngjes shumë herët, doja të ndjeja pak atë rrezet e diellit në fytyrë, por përpara se të dilte dielli, bëra një ecje. Edhe gjatë gjithë kohës thjesht u luta edhe thjesht doja faleminderit edhe thjesht ndjesha vërtet, doja vërtet të ndihesha shumë mirë, doja të ndjesha sikur gjitha dëshirat e mia ishin plotësuar. Edhe në momentin që po mbaroja vrapin, ecjen më saktë, sepse atë ditë isha së bashku me dy motrat e mia, edhe në momentin që ndalova, na u afrua një mace, edhe nëse zakonisht macet do shkonin tek njëra nga dy motrat, atë mëngjes erdhën tek unë dhe macja thjesht ulte kokën tek këmbët e mia dhe nuk lëvizte për asnjë lloj arsye, dhe realisht që nga ai moment thjesht e ndjeva që energjia ime ishte shumë lart. Dhe më ka ndodhur që për disa gjëra të tjera thjesht ta di përpara se të ndodhin gjërat, thjesht i dija. Edhe ishte, nuk e di, e jashtëzakonshme. Përpara se të vija të ulesha për të filmuar këtë video, kam disa gjëra të cilat i rregulloj përpara se do të thënë disa pajisje të cilat i rregulloj përpara se të filloj të filmoj. Edhe kur po vija për në dhomë, ishte thjesht zëri im i brendshëm që thotë ndalo këtu. Por nuk ndalova. Fillova të sistemoja çdo gjë dhe pastaj u kujtova, arsyeja pse më thiri ndalo këtu ishte pra energjia ime që po më thoshte diçka e ke atje jashtë, nuk e ke brenda, kështu që ndalo këtu dhe merre. Por më thjesht nuk ndalova. Sigurisht u çova, dola, e mora. Ama është e jashtëzakonshme kjo ndjesia kur ti shumë gjëra thjesht i parandjen. Edhe në momentin që ti e parandjen diçka dhe thua, kjo është intuita ime, kjo është për shkak se energjia ime është shumë lart. Energjia jote është automatikisht në rritje, sa më shumë ti japësh të njohur pikërisht faktit që ti vërtet e ke energjinë shumë lart. Por unë sot do t'ju tregoj disa mënyra se si nëse nuk e keni energjinë kaq lart sa po them unë, këto janë disa nga mënyrat që do t'ju ndihmojnë që energjia juaj të jetë vërtet shumë lart. Frekuenca e përshpëritjes, nuk e di nëse mund ta quaj kështu, nuk është as tamam përshpëritje, është një në momentin që ti je thjesht duke kënduar por pa zë në një farë mënyre. Ju kërkoj shumë ndjes, nuk e di fjalën eksakte në shqip. Në anglisht e kam kollaj sepse po e lexoj këtu dhe thot humming, pra është si nuk e di. Më lejoni të bëj diçka.
Gumëzhitje. Faleminderit shumë, më bëhet qefi që kemi një teknologji kaq të përparuar. Është si gumëzhim, por nuk është tamam, domethënë ajo gumëzhima që vjen nga një blet ose nga është thjesht një gumëzhitje që ti e bën vetë me zërin tënd. Është njësoj sikur ti thjesht duke kënduar, por nuk këndon me zë. Pra, thjesht kjo, në këtë sens. Dhe për 30 sekonda, nëse do ta bëni këtë gjë në mënyrë shumë të butë, të gjitha nervat e vagusit do të fillojnë të qetësohen, edhe gjithë sistemi yt nervor kalon nga një gjendje ku mund të jesh në panik, në ankth, në stres, në një gjendje shumë herë më të qetë dhe më të sigurt. Kjo është një ndër mënyrat për të rritur pikërisht atë energjinë tënde të bazës. Edhe e gjithë shkenca pas kësaj gjë është vërtet e jashtëzakonshme. Po ta shpjegojmë në mënyrë shkencore, është i gjithë sistemi yt nervor që kalon në një gjendje gumëzhitje, kur ti i e thjesht, sepse ti nuk do ta bësh dot një humming, një gumëzhitje muzike, nëse ti vërtet nuk do të kesh një bazë të qetë. Pra, ti nuk je dot në ankth e sipër dhe ti je duke bërë këtë gumëzhitjen. Në ankth e sipër mund të jesh edhe duke fol me vete, por jo duke bërë gumëzhitje. Në momentin që ti gumëzhin, automatikisht truri yt e percepton këtë sikur ti je në një ambient të qetë. Dhe ti je thjesht e kuptoni? Kjo është ideja. Pra ti i mëson vetes tënde që ti je qetë. Dhe gjëja më e parë që duhet të bësh në momentin që ti je gati për të manifestuar, për të ulur, për të rritur energjinë tënde, për të ulur dhe për të thënë jam gati që të pranoj jetën time një gjë të re, jam gati që të pranoj jetën time të eci përpara, jam gati që të pranoj gjëra që ndoshta deri më tani më dukeshin sikur vetëm në ëndrat e mia ekzistonin. Është baza është që ti jesh e qetë. Ti jesh mikpritse ndaj këtyre gjërave që po të ndryshojnë. Dhe pikërisht kjo lloj energjie e gumëzhitjes është e jashtëzakonshme për të vënë ty në linjë me çdo gjë që ti dëshiron, duke e rritur nivelin tënd të frekuencës. Imagjinojeni pak, ti je duke kërkuar, fjala vjen, që ti jesh e qetë, e sigurt, e dashuruar, e mbrojtur, nuk e di, gjitha gjërat e shëndetshme. Në momentin që ti je duke gumëzhitur, ti thua të gjithë sistemin të nervor, po, unë jam gati ti pranoj të gjitha këto gjërat. Jam gati të pranoj të jem e dashuruar, prandaj unë jam nuk e di cila është kënga që ju do doni të gumëzhinit në këtë raste, por është një mënyrë shumë e mirë që t'ja mësoni vetes tuaj se jeni vërtet të qetë në momentin që ju i jepni vetes këtë lloj komande, nëse mund ta quaj kështu. Një urdhër që ja jepni subkonsciencës suaj përpara se të flini. Kjo është një ndër mënyrat më të mira për të manifestuar, sepse ju e dini, e kam stërthën që përpara gjumit, mendja juaj, energjia juaj kalon në energjinë theta. Pra truri juaj po vepron në energjinë theta. Është tamam ai momenti kur ti je duke bërë mbylljet e nuk e di, një dyqani, edhe nuk e ke më mendjen për të shitur. Thjesht falenderuese që ke fituar aq para, ka qenë një ditë e mbar, gjitha këto të tjerat. Nuk je më në atë energjinë tënde të shes më shumë, të jap edhe këtë gjën këtij klientit fundit, të shoj, jo, ka mbaruar çdo gjë. Dita ka mbaruar,
je thjesht falenderuese. Por përpara se të flini, thuajeni me qëllim. Më trego çfarë un kam nevojë të shoh sonte. Ndonjëherë ka njerëz që në ëndrat e tyre mund të marrin mesazhe shumë të vlefshme, shumë të vlefshme. Dhe më besoni për këtë. Më besoni sepse më kujtua për një moment kur thjesht isha super e mërzitur edhe thash, o Zot, kjo gjëja nuk ka për të rregulluar më, e shoh ka marr fund, nuk do kem më asnjë lloj ndryshimi nga kjo situatë dhe pavarësisht se nuk e doja këtë, domethënë por thjesht isha shumë e mërzitur. Edhe ndërkohë nga ana tjetër kur përpara se të flija merja 2 minuta për të imagjinuar sikur diçka e vogël po ndryshon në lidhje me këtë situatë. Dhe në momentin që i dhash vetes në një farë mënyrë këtë lloj komande, gjatë natës, shija në ëndër sikur gjërat kishin ndryshuar dhe ishin shumë mirë. Edhe kur zgjohesha mëngjes, zgjohesha me një lloj energjie të jashtëzakonshme. Subkonscienca juaj vepron gjatë natës dhe prandaj ju mund edhe të merrni mesazhe shumë të qarta. Jepini thot një drejtim asaj çfarë ju dëshironi të merrni. Pra, jepini një drejtim. Mos fli thjesht duke menduar që bobosi shkoi kjo ditë, pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo, çfarë mund kishte shkuar ndryshe, të gjitha ato strese, gjërat, përpiqu të mos i mendosh gjatë darkës dhe përpiqu që gjatë darkës të mendosh vetëm gjëra që do doje të kishin shkuar në mënyrën e tyre më të mirë të mundshme. Jepo ndoshta edhe atë versionin që do ishte më i volitshëm për ty. Dhe në këtë mënyrë ti do ta shohësh sepse në bazë të energjisë tënde që jep. Gjithashtu, duke thënë pikërisht këtë fjalë që më trego atë çfarë un kam nevojë të shoh, i jep mundësinë universit që, okay, kjo po është gjëja që më volit mua më shumë. Pikërisht në këtë moment në kohë, un dua që të kem $1 miliard në xhep. Nuk i kam, por ti më trego cila është mënyra ose cila është gjëja që unë duhet patjetër ta shoh, sepse të kesh $1 miliard në xhep mund mos jetë eksaktësisht zgjidhja, mund të të shkaktoj më shumë probleme. Nëse njerëzit do ta dinin që ti ke $1 miliard në xhep, ndoshta do të viheshin mbrapa për të vrarë edhe për të t'i marrë ato lekët. Shumë mos jetë edhe zgjidhja më e mirë, domethënë në këtë rast. Prandaj më trego atë çfarë un kam nevojë të shoh, edhe lërja të hapësirën e surprizës universit. Por jam e sigurt që çdo gjë do të jepet në mënyrën më të mirë të mundshme. Në një farë mënyre ti thot, më pëlqen shumë kjo, në një farë mënyre thot ti jep një drejtim ditës ose mesazhit që ti dëshiron të marrësh, dhe kjo ndodh përpara se ti të dorëzosh çelësat. Domethënë ishte tamam ai krahasimi me atë momentin kur bën mbylljet dhe pastaj thjesht dorëzon çelësat. Kemi kohë të lexojmë edhe një tjetër, se unë e di që zgjatem pak sepse dua që ti shpjegoj ato edhe në mënyrën time, edhe në mënyrën se si unë i kuptoj, edhe në mënyrën se si unë i ndjej, edhe në mënyrën se si unë e kam përjetuar, fjala vjen një ndryshim që mund të ketë ardhur në një moment të caktuar. Një skanim i mirënjohjes deri në nivel qelizor. A e skanoni ndonjëherë veten tuaj se sa mirënjohës jeni deri në nivel qelizor, pra deri në atë thellësinë tuaj, sepse qelizat janë ato që na krijojnë ne. Vendosni dorën tuaj mbi zemër dhe përpiquni të jeni mirënjohës.
thjesht jeni mirënjohës për çdo gjë, qoftë edhe për gjërat më të vogla. Jeni mirënjohës për to për 20 sekonda dhe do ta shihni se si ndryshon frekuenca e zemrës suaj, energjia e zemrës suaj, ritmi i zemrës suaj. E dini që njerëzit mund të shpërndajnë valë elektromagnetike nga zemra e tyre në një hapësirë prej rreth 10 metrash. Më pëlqen kjo. Më pëlqen kjo sepse 10 metra rreth e rrotull meje, në qoftë se unë në një moment të caktuar ndjej ankth ose ndjej mërzi ose ndjej diçka, nuk e konsideroj automatikisht timen. Them dikush në 10 metra rreth e rrotull meje, pra 10 metra në të madhe, 10 metra në të djathtë, 10 metra mbas meje, 10 metra përpara meje, po përjeton ankth. Në 10 metra rreth e rrotull meje dikush po përjeton ankth, sepse unë nuk kam asnjë lloj arsye pse të ndiem në ankth. Prandaj në atë moment filloj i krijoj vetes time një lloj fluske sapuni, por që është një lloj fluske magjike. Në mendjen time i them vetes time, bëje këtë fluskën rreth e rrotull meje, sepse unë jam shumë mirë. Unë nuk kam nevojë në këtë moment të caktuar të marr nga energjia negative e dikujt tjetër. Automatikisht ndihem e mbrojtur. Automatikisht nuk më intereson edhe sikur të vi dikush edhe të më thotë, Migena, jam shumë e lodhur, jam shumë e mërzitur se sot më desh të rria 4 orë më tepër te puna dhe ndihem e lodhur, më them, më vjen keq për ty, por kaq. Sepse në fund të ditës secili merr vendimet që i duhen. Ndoshta fakti që mund të jetë kaq e lodhur dhe ka ndejt 4 orë te puna më shumë, mund ta ketë shpëtuar nga një aksident në rrugë, ose mund ta ketë shpëtuar nga një aksident në shtëpi, ose mund ta ketë shpëtuar nga domethënë universi funksionon në mënyra shumë të jashtëzakonshme, prandaj as nuk kam ndërmend nga ana tjetër që të ulem edhe t'i shpjegoj çdo lloj njeriu që shiko, fakti që ti ndejte 4 orë më shumë në punë, ndoshta duhet të tregohesh mirënjohëse, sepse mund të ketë shpëtuar nga 1000 gjëra të tjera. Prandaj thjesht mbroj energjinë time. Mbroj energjinë time sepse jo çdo gjë kërkon që ti japësh shpjegim apo të ulesh edhe ti mbushësh mendjen dikujt tjetër, që në të vërtetë fakti që ka ndejt 4 orë më shumë në punë ka qenë një bekim për të. Nuk ka për t'ju mbushur mendja. Nëse dikush dëshiron vërtet që të filloj ta ndryshoj jetën e vet, dhe të mos shoh vetëm gjërat që i shkojnë keq, po të shoh edhe ato që nuk e sheh, që në fakt ka shkuar shumë mirë. I duhet vërtet që ky njeri ta dojë këtë lloj ndryshimi. Ashtu siç unë e kam dashur këtë lloj ndryshimi përpara se të vija dhe të flisja për këto. Unë e kam kërkuar një lloj ndryshimi të tillë dhe gjitha materialet që unë kisha nevojë për të mësuar mu shfaqen përpara meje. Unë jam totalisht e bindur që ka shumë njerëz që jetojnë në këtë gjendjen e tyre automatike. Ua kanë mësuar që në fillim që duhet të ankohen për gjëra që nuk i shkojnë mirë dhe thjesht ankohen. Duhet të vjellin vrerë për një gjë që nuk i pëlqen, thjesht vjellin vrerë. Jo, nuk është kjo mënyra. Njerëzit duhet ta kuptojnë, por duhet ta kuptojnë vetë dhe është momenti kur ju vjen secilit koha e tyre për ta kuptuar. Nëse ka diçka që nuk të pëlqen, injoroje, thjesht mos e shih. Nuk të pëlqen, nuk ke pse të vjellësh vrerë për këtë gjën, lëre, mirupafshim, ik shif jetën tënde. Është kaq e thjeshtë njerëz. Je shumë e lodhur, ulo dhe pusho, merr kohën tënde. Nëse ti e sheh që e ke të pamundur të rrish 4 orë më tepër në punë, mos rri 4 orë më tepër në punë. I thuaj që unë sot e kam të pamundur, kërko leje, ka njerëz që ku di una, janë gati të sakrifikojnë edhe një shtesë në rrogë vetëm që të jenë të qetë, vetëm që të ndihen mirë me veten e tyre. Dhe ka shumë gjëra domethënë që mund të bësh,
por kjo vjen me kalimin e kohës dhe ti nuk mundesh thjesht të ndalësh një ditë njerëzit edhe të thuash, shiko, manifestimet funksionojnë kështu, kjo është mënyra se si duhet bësh, kjo është ajo çfarë ti duhet bësh, thjesht ti harxhon energjinë tënde nga një njeriu që nuk ta kthen energjinë dhe nuk është mirë që ti vërtet vazhdosh të japësh energjinë tënde një njeriu që në fund të ditës nuk ka ndërmend të ta kthej ty këtë energji. Edhe kjo ndoshta do të ishte një ndër mesazhet më të duhura pikërisht për mua tani në këtë moment, pavarësisht se po mësoj gadal, por po mësoj. Nëse disa njerëz mendojnë që në një moment të caktuar mund të mos sillen siç janë sjell gjithmonë edhe po tani e kam këtë mesazhin për vete, se po edhe po reflektoj ndërkohë që po bëj këtë video. Okej, do t'i lë reflektimet e mia për një moment të dytë, në momentet kur ju e dini, kur më bëj thjesht, ky është meditimi, që nis fjalia diku dhe përfundon diku tjetër, por siç po thoja, nuk është e nevojshme që ti të përpiqesh të ambushësh mendjen gjithë njerëzve. Secili duhet ta gjejë vet rrugën e tij për të ardhur në mësime të tilla. Ama nëse ti do vërtet të jesh këtu të mësosh, kjo është mënyra. Kjo është mënyra. Mbroj energjinë tënde, jepi të njohur energjisë tënde. Pra, në momentin që energjia jote bën diçka për ty, pra të jep një vëzhgim intuitiv, të jep një ndjesi intuitive, të jep një ndjesi paralajmëruese, vjere dhe thuaj, po, kjo është energjia ime. Është energjia ime që po më mbron. Një video të shkurtër që dëgjova përpara se të nisja këtë, thoshte, ne kemi ëngjëjt mbrojtës, të cilët asnjëherë po thuaj se madje ka shumë njerëz që asnjëherë nuk ju janë drejtuar ëngjëjve mbrojtës për t'ju thënë, shiko, ëngjëlli i mbrojtës, faleminderit që je këtu. Faleminderit që je gjatë gjithë kohës afër meje dhe je duke më mbrojtur dhe sot kam shumë nevojë për ty. Siguro të lutem që çdo gjë të më shkojë mbar sepse kam nevojë që vërtet çdo gjë të më shkojë për mrekulli. Kam një intervistë pune shumë të rëndësishme, kam një aktivitet shumë të rëndësishëm, kam nevojë që të më ndihmosh me një bisedë, të them fjalët e duhura, të mos xhindose, mos e ku diun. Ne nuk i themi asnjëherë këtë ëngjëllit mbrojtës, ne themi Zot faleminderit kur gjërat shkojnë shumë mirë, nëse, sepse ka disa njerëz që as këtë nuk e thon, edhe themi Zot bjena e marr. Të paktën kështu themi ne nga veriu, që Zot na e bëj mirë përpara se nisim diçka. Por që të themi praktikisht ëngjëlli i mbrojtës, ti që je caktuar për të qenë afër meje gjatë gjithë kohës, faleminderit që je këtu dhe kam nevojë për ndihmën tënde. Ne nuk e themi këtë. Ne nuk e themi këtë sepse themi Zoti, jemi sa të lidhur aq edhe të shkëputur nga bota e energjisë dhe bota e Zotit dhe ëngjëjve dhe pastaj themi Zoti merr një përjetësi për të përgjigjur lutjeve tona, sepse ne vërtet shkojmë, është njësoj si ti të duash, fjala vjen, po marr shembullin më të thjeshtë. Ti nuk ke fjala vjen bukë të shtëpia. Dhe është njësoj si ti të shkosh te fabrika e miellit edhe t'ju thuash atyre dua bukë. Dhe ata thonë, po duhet të shkosh te furra e bukës sepse ata e kanë bukën gati, ne mund të t'japim vetëm miell. Dhe ti, po t'pëlqeu mielli, merr haje miellin me lugë. Po s'pëlqeu mielli dhe nuk do ulesh vetë ta gatuash miellin, dhe ta presësh, ta pjekësh që të bëhet buka tamam, nuk e për ta marrë atë gjën që do. Ne praktikisht shkojmë direkt te krijuesi, te Zoti, themi dua këtë. Okej, e kuptoj, por Zoti të ka lënë një ëngjëll mbrojtës që e ke gjatë gjithë kohës me ty. Sa herë i ke thënë faleminderit, sa herë i ke thënë kam nevojë për ty, më rregullo këtë gjërat e vogla. Dhe pastaj kur shkoj te Zoti, ti them, ok, më rregullo këtë gjën e madhe, sepse
unë e di që Angjeli i Mbrojtës ka kaq fuqi, më ka ndihmuar, kam ardhur deri këtu, kam dola nga shtëpia, kam siguruar lekët, ja po shkova edhe te fura e bukës, po te fura e bukës mua më thanë për shembull që nuk ka miell. Pastaj ti mund të shkosh te zoti dhe thuash, a e siguron do ti miellin për furën e bukës që kur të shkoj në herën e tjetër të marr bukë. Është thjesht çështje rrugësh, e kupton? Ose po e marr për këta që punojnë nëpër zyra, ti do që të ndryshosh ku do una printeri nuk ka letër, do të ndryshosh ato letra te printeri, edhe të shkosh deri te CEO-ja, edhe t'ju thuash, shiko, unë kam nevojë të printoj një letër. Edhe do të qa? A mos pyet e ti njëri, ku di una, një person që merret me sigurimin e letrave, pra Angjellin të Mbrojtës, që shiko, në duhen letra, që të printoj diçka? Jo, të shkon direkt te CEO dhe i thua, zoti drejtor, mua më duhet të printoj diçka. As nuk i intereson fare, me gjithë respektin. Prandaj them që rregulloni energjinë tuaj me një gëmëzhitje të vogël. Që në momentin kur ti e bën një tingull, bën një mënyrë se si të vjen, ti automatikisht krijon rreth vetes një ndjesi shumë të bukur lumturie. Që nga ky moment ti fillon ndihesh më mirë, fillon krijon atë sigurinë rreth teje. Thuaj faleminderit, jepi një urdhër në ndërgjegjes tënde përpara se të flesh, thuaj më jep zgjidhjen. Ka shumë njerëz që i shohin zgjidhjet e problemeve të ditës në ëndra. Kështu që nuk të kushton asgjë. Thuaj edhe ti, më jep zgjidhjen. Lutju përmes energjisë tënde, vendos dorën në zemër dhe thuaj, Zot, faleminderit. Jam thellësisht mirënjohëse për që kam një angjëll mbrojtës që është gjithkohës për meje. Jam thellësisht mirënjohëse që kam njerëz që më ndjekin, edhe kam njerëz që duan të mësojnë dhe vërtet mund të arrin të marrin një mësim nga unë. Faleminderit që jemi këtu për të shijuar botën toksore, por ndërkohë nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që jemi qenie hyjnore, edhe jemi të gjithë pjesë e një gjëje që është akoma më e madhe dhe akoma më e jashtëzakonshme, dhe është universi. Dhe jam thellësisht mirënjohëse që jam këtu duke qenë pjesë e kësaj eksperience, duke pasur mundësinë për të mësuar, për të shijuar shijen e picës, edhe për të shijuar ujin, edhe për të shijuar gjitha gjërat toksore, por ndërkohë nga ana tjetër kam vetëdijshmërinë se jam një qenie e jashtëzakonshme hyjnore. Faleminderit Zot, faleminderit Angjëjt e mi mbrojtës që ma bëni ditën më të lehtë, që jeni aty për mua duke më ndihmuar që unë të mundem të printoj letrat ose të, nuk e di, gjitha gjërat e tjera. Thjesht jeni mirënjohëse. Bëjeni këtë gjë, ndryshoni mënyrën se si i qaseni botës, edhe jam e sigurt që gjërat do të ndryshojnë për mrekulli. Ne do ta lëmë këtu këtë video dhe do të rikthehemi sërish me disa teknika të tjera se si mundemi të rregullojmë energjinë tonë në mënyrë që të jemi akoma dhe më shumë intuitiv. Mirupafshim, natën e mirë.